Mungesa e auditorëve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë përbën një problem për zhvillimin e orëve të mësimit. Zgjidhja e këtij problemi është akoma një sfidë për administratën përgjegjëse e cila nuk ka arritur të realizojë diçka konkrete në lidhje me këtë çështje. Zëvendës dekani i Universitetit Zoti Qiriaku e shikon këtë si një problem mjaft shqetësues në procesin mësimor. Auditorët janë një element domosdoshëm, shumë i rëndësishëm për funksionimin normal të procesit mësimor. Projektet temi ka vite që hartohen, mirë po deri më sot nuk kemi një zgjidhje optimale. Është paraqitur në instanca përkatëse, konkretisht në rektorat, një projekt për një shtesë që mundi bëhet godinës tonë. Një shtesë e cila do të krijonte mundësinë e auditorëve që do të ishin jo vetëm funksional, jo vetëm do ta zgjidhin përfundimisht, por ku janë projektuar edhe disa zgjidhje të tjera që kanë të bëjnë me laborator. Numri i madh i studentëve dhe hapësirat e vogla të auditorëve nuk lejojnë mirë funksionim të orarit mësimor në kushte të rehatshme. Ky është një problem i hasur prej kohësh në këtë universitet dhe akoma nuk janë marrë masa konkrete për zgjidhjen e tij. Studentët shprehen të pakënaqur me hapësirat që kanë në dispozicion për mësim. Kam mungesë të tekstuar të auditorëve në shkollë. Dhe kjo na pengon që të zhvillojmë mësimin normalisht. Mungesë auditorëve shka faktikisht. Ka raste që na bien të rim dhe 4-5 veta në një bankë. Cilat masa mund të merren? Të ndryshojë orari që mos ketë përplasje dhe ka raste që nuk bëjmë as mësim. Nga ana tjetër, Zoti Qiriaku ka theksuar se është ndërmarrë një projekt për realizim më efektiv të orëve mësimore. Projekt shumë i mirë i diskutuar para afërsisht një viti, janë hedhur dhe hapat e para të një projekti për ngritjen e një kampus universitar që është shumë afër dhe fakultetit tonë. Dhe krijimi i këtij kampusi do të krijonte hapësira tashmë jo vetëm për studentët e historisë filologjisë, por edhe për studentët e fakulteteve të tjera. Projekti që pritet të realizohet premton kushte më të përshtatshme për zhvillimin e orëve të mësimit.